veten nga vetja nëpërmjet vetes. Kjo është tema kryesore në kampin ton sot, ku më speciale do na bëjnë të ftuarit vizitorë që do të vinë në kamp. Do ta nisim ditën me Diana Pushin, e cila është mentore e potencialit njerëzor, dhe Keti Pushi, që është nutricioniste. Tema që do diskutohet është unikaliteti i njeriut dhe vlerat e ushqimeve të shëndetshme. Jam e sigurt që të gjithëve u intereson kjo gjë. Kur qante Keti dhe unë doja hiqja të mërzitjen dhe mendoja për gjëra design. And we're going to see how quiet we can all get together. Zero. Sistemin tuaj ju jeni më observues. Në klas, ndoshta ju pëlqen të uleni në stolin e fundit. The winner është sandwich, avokado me domate dhe sallator tosti. Shumë faleminderit nga zemra, kuzhinier master chef. Eksperiencë që akoma jam duke e procesuar kënaqësinë që unë mora vetë. Ishte një pjesëmarrje shumë e natyrshme, sidomos tek tema e ushqimit, tek pjesëmarrja e tyre në lidhje me gatimin, kanë humanita që fëmijët tim të gatuajnë, dhe kjo u ndërthur shumë bukur dhe me temën e parë të gjetjes së unikalitetit. Inspirojmë të fëmijët, jenë rehat me atë që ata duan të bëjnë e jetë, disa prezantojnë edhe disa dëgjojnë. Ky aktivitet, këta fëmijë, kjo natyrë ka që bukur më dha një gjallëri dhe rigjenerim. Sigurisht do doja të isha kampiste. Kampiste. Ishte shumë qejf, se të gjithë fëmijët këtu kanë një energji shumë të fortë, se kanë qenë në natyrë, kanë qenë në qepin e tyre, kanë mësuar shumë gjëra dhe janë high energy. Ishin si watermelon. Edhe kur i pyeta, vazhdimisht thosin watermelon, është juicy, është fresh, colorful. Kemi kënaqësinë që në kamp të kemi Sheikh Hussein, mjeshtri i meditimit dhe profesori i heshtjes. Çdo fjalë do ishte e tepërt përpara magjisë që do të ndodhi. Sot jam i ftuar këtu që të bëj një bashkëbisedim me juve dhe të ju tregoj diçka në lidhje me meditimin. Duke e praktikuar meditimin, unë u përmirësova në sport, të marr nga jeta ime maksimumin dhe të kënaqem me jetën. Vetëm gjatë meditimit dhe premtoj vetes nuk do ta lëvizësh trupin fare. 3, 2, 1 dhe mbyllni sy. Unë jam befasuar me juve, jeni me të vërtet të jashtëzakonshëm. Bravo, faleminderit shumë. Ku gjinde? Kisa i di? Deri në stomak. A do çfarë të shfaqin kur po meditim për çakra? Një gojë dhe 2 çakra këtu. Shumë interesante. Doja kështu që të dija që do të thënte. A kisha hapur 2 çakra, apo vetëm një dhe ishte ndarë në 2 pjesë të çakrës? Po edhe kjo mundet, që një çakër të ndahet në 2 pjesë dhe të jetë jashtë trupit, jo të jetë në trup. Se ndrojnë vendin çakrën. Ka pres sa të rritem edhe e kuptoj njërë vete, nëse nuk dhe gjithë që ka në ma. Po mendoja si mund të ngjisja këta, se shumë e lejtë që të ngjisja. Mos më zitesh që unë nuk e bëj do këto, por të thuash, do bëj edhe ja dal, edhe ja të sjell kështu kënaqësi, edhe ja del.
është ajo gjëja? Nga kemi ardhur? Ajo është një pyetje që nuk e i përgjigjem dot. Ti si mendon? Unë mendoj se ne më përpara ishim si një trup energjie edhe në ajo trupi energjisë filluam që të rriteshim edhe tash jemi bërë që krijesa që jemi të ndryshojmë botën, ta bëjmë më të mirë, më të qetë, të pastër. E tani nëse nga ty do kërkoja unë, Aleksandër, boje botën më të mirë, çfarë të ndryshoje? Vrasja e natyrës edhe kafshëve. Po në shkollë, çfarë të ndryshoje me mësuesit, me shkollën, me shokët, me mësimet? Mund të ndodhi bullizimi dhe kështu, se brenda në klasë shumë bërtasin shumë kështu, këto në natyrë, nuk dhe të bërtasës se ke gjithë këtë bukërsi. Edhe po desha mund të flasësh me shokët. Po me natyra mund të flasësh? Tash ti po mund të flasësh. Në një fush me barë, bëj tokëzim. Më thënë, ri pa kaput pas një gjë të këmbët, pa qërape, edhe vetëm heci në natyrë, shtërim në barë, pëlqej shumë. Edhe ndjem shumë i lirë. Toka ka shumë energji të mirë, edhe atë energjinë që ke ti, toka ta heqë dhe ta mbush me energji të mirë. Bullizmi është shumë i përhapur në të shkollë? Po. Si e bëni të tjerët bullizmin të ty? Më shanin, më ofendonin, më ngacmonin, më gatisnin kështu. Të dënonin, jo me përjasnin kështu, po ti e vnin si një dënim vogël, nëse vazhdonte të rritej dënimi. Ndërsa të arrinte në një pikë që të ishte kohë që të përjashtohet. Po, çfarë mendon ti? Pse bullizojnë ato? Çfarë interesi ka? Pse e bën? Më thëmë interesi tyre është që ta heqin atë mendimin, ose atë dëmin që i ka ndodhur atij, t'ja shtoj një tjetëri që të mundoj që t'ja heqi të ti, se dhe t'ja vërë një tjetër. Desh kënaqësi të flas me ty, edhe të meditojmë bashkë, një shumë i veçantë. Ju kënaqje i veçantë. Jam shumë e lumtur që kam të kampi. Tash ti po ma shoh mua. Ke të drejtë. Pas kaq shumë pyetjeve vjen uria, tani duhet ha. Vjen çmëria. Prindi duhet ta eksploroj fëmijën dhe jo të mundohet të imponoj atë se si duhet të bëhet fëmiu, por çfarë don ai, unë do të flas me ty dhe të tregoj emocione, jo autoritet, po thjesht emocione. Tu duhet kemi kujdes. Unë dua të kuptoj cila është rruga jote. Dhe ti bësh pyetje nëse ka nevojë 100 herë. Çfarë mendon ti, cila është rruga jote? Çfarë don ti të bësh në jetë? Jo ti duhet në jetë të bësh këtë. Kampet e di çfarë duhet të ngjallin tek fëmijët, duhet të ngjallin guximin për të qenë vetvetja. Guximin për të bërë pyetje ndryshe. Nuk është asnjëherë e njëjtë, mos e bësh diçka nga frika dhe mos e bësh diçka nga dashuria ose nga dërgjegja e pastërt. Lumë shoqëria dhe koha që ju ka, të përgëzoj për këtë pasion që ke, për këtë nismë, e cila është në vendin dhe në kohën e duhur. Kush do të ndalë? Nuk o puna si do vazhdoj, po kush do të ndalë. Ata qanin projekte, dhe një realisht një të mungesën e shokët, dhe i projektuonë. Ka që shumë emocioniste. Ne operojmë në dy nivele gjithmonë, në nivel mendor, mental dhe në nivel shpirtëror. Kur operojmë në nivel mendor, ne i di madje dhe rezultatet. Por gjumë, kemi ardhur në kohën e duhur, në vendin e duhur, për të dhënë të duhur.
Squadra ti ha vinto! Një ditë magjike nuk mund të përfundonte pa një mbrëmje magjike. Dhe ja ku jemi në natën e ëndrave, ku Çeki do të bëjë një meditim të jashtëzakonshëm, një eksperiencë e paharruar për kampistat tanë. Dhe pas meditimit, secili prej tyre do të shkruajë 3 dëshira, të cilat do t'i marrë me vete me qëllimin e vetëm për t'i realizuar ato. Është koha për meditim. Tani akomodoni trupin dhe shtrihuni në shpinë. Okej? 3, 2, 1 dhe mbylli sytë. Ndjeje se ku ndihet frima jote më tepër. Mos shiko askend, mos e prek askend. Mundësisht përgatite trupin që mos lëviz fare. Dhe unë dua tani që ti thjesht të ndjen se sa e lehtë është marrja dhe nxjerrja e frymës. Shumë bukur. E rrezeve të diellit me lëkurën tënde, ti e ndjen atë ngrohtin që prekin rrezet e diellit lëkurën tënde. Një dhomë e këndshme, në mes të dhomës ka një tavolinë prej druri. Dhe aty afër ka një karike. Mbi tavolinë ka një stilolaps dhe një letër të bardhë. Ti bëhesh kurioz dhe percepton gjithçka. Sa bukur. Wow. Sepse ti e ke kuptuar tani se këtu gjithçka që ti dëshiron, çfarëdo ëndre që ke, mund të ja tregosh vetes tënde në pasqyrë, sepse çdo ëndër këtu bëhet realitet. Apo shikon në njeri që është i mbushur me plot dashuri, plot energji, një njeri që ka para vetes shumë jetë. Çfarë ndjen kur ti i thua vetes unë e meritoj këtë ëndër? Kjo ëndër është e imja. Unë besoj se kjo është e mundshme. Ti mund t'i tregosh vetes se çfarë të ka pëlqyer më tepër. Çfarë është ndryshe këtu? Çfarë është ajo që e mbush zemrën tënde me plot gëzim kur ti je këtu? Do lëviz vetëm ai që do preket me dorën e klejes ose të zysheve dhe do shkoj tek tavolina e ëndrave dhe aty do ta shkruani një dëshirë tuajën. Pa nxitim, me plot dashuri, me plot vëmendje. Meditimi përfundoi, çohuni në kamp dhe përqafoni njëri tjetrin.